Puno, profesoreshe filozofisë, sociologjisë, gjimnazit Vedod. Ka 40 vite kam punuar. 40 vite. Ka qenë shumë e mirë, shumë e këndshme, me punu me rinin është shumë e mirë, se kemi rinë në Kosovë shumë të mirë. Mungon se e marrë edhe me politikë, kam qenë shqiptare asamblesë komunale 4 mandate në rinë e kemi shumë të mirë, po nuk kemi shoqëri që jemi ka ju ofrojmë atë që e meritojnë rinia jonë. Po qoftë për shkollim, qoftë për punësim, qoftë për jetë, për krimin e jetës. Në atër kohë të kaluar keni punuar, me çka jeni marrur? Kam punuar profesoreshe filozofisë, sociologjisë, gjimnazit Vedod. Sa vite ke punuar? Urdhërs, ka 40 vite kam punuar. 40 vite. Punosh kaq shumë, Po. është e lehtë. Po, jo. A do si ka qenë ky periudhë për juve? Ka qenë shumë e mirë, shumë e këndshme, me punu me rinin është shumë e mirë, se kemi rinë në Kosovë shumë të mirë. Sa të mungon sot profesioni? Urdhër? Sa të mungon sot profesioni? Mungon se e marrë edhe me politikë, kam qenë shqiptare asamblesë komunale 4 mandate në rinë. Sa mirë mrekulli. Faleminderit. Po gjenerata kaluar me tash. Si e sheh breza të ri? Arsimin këto ditët. Rinin e kemi shumë të mirë, po nuk kemi shoqëri që jemi ka ju ofrojmë atë që e meritojnë rinia jonë. Prandaj rinia jonë është në një situatë që e don vendin, po kushtet nuk janë adekuate ato që të duhej dhe kishin pas mundësi me u kriju. Mi pas mundësi me u kriju. Cilat kushte ke fjalë? Po qoftë për shkollim, qoftë për punësim, qoftë për jetë, për krimin e jetës e të tjera. Kur të kjo pjesë, atë ka bën ndonjë peng në jetë ty? Ndonjë peng që s'ke mujt me realizu? Po ka, po jo, megjithatë kam qenë një person që nuk kam hyrë nuk kam pas ambicie të cilat nuk muj me realizua. Kështu që jam orientu, i kam dhënë vetes obligim me realizu atë që muj me realizu dhe di me realizu ashtu që duhet me realizu me dëshmëri. A ndihesh po mbushur në jetë me gjitha ato që ke bërë? Sigurisht se jo me kënaqur me ata që e kam bërë, mirë, po sigurisht ndoshta në rrethana dhe kushte të tjera kisha pas mundësi me bëm edhe më tepër. Kisha dashur. Ma shumë kisha dashur, për shembull. E para të ndihmoj familjes, vendit, popullit ton, Kosovë që jemi popull i mrekullueshëm, e kështu me radhë. Edhe shoqërisë përgjithësi në botë, të ketë paqe, harmoni, jo ajo që po ndodh sot, ku të shoft në botë, në shumë vende në botës. Dua në fund mesazh gjitha grave, gjitha nanave, çfarë ju kishte thënë mesazh, një këshill? Të jenë sinqertat, përkushtuar, punojnë atë që dinë me punu dhe mund me punu. Isha shumë rasti të uroj më të mira, ditë të mbar. Faleminderit shumë për kohën. Kalosh mirë.